Këta ngatrojnë dy gjëra. Çështja e seancës konstituive rregullohet me nenin 9 të rregullores punës kuvendit. Neni 9. Tash publiku. Quhet kryesimi i seancës konstituive. Si rrjedh procedura neni 9. Rregulloria ndërkaq në nenin 6 ne flet për seancat plenare. Tash, seanca konstituive dhe seanca plenare janë dy gjëra të ndryshme. Konstituivja është me marru kuvendin, me thonë për me gjuhë publikut, me konstituu kuvendin. Është neni 9, prandaj është neni 9, se na juridik mësojmë edhe pse dikush është neni 9 një çështje, dikush neni 60, se duhet mu konstituu kuvendi. Masanej neni 60 ne flet për seancat plenare. Plenare është një seancë e cila zhvillohet mas konstituimit kuvendit. Në ato thuhet mund të ketë votim të fshehtë dhe votim të hapur. Në ato juridikisht seanca plenare, rregulloria e kuvendit neni 2, që e keni aty të printume, neni 2 i saj pika paragrafi par 28 pika. Çka thot? Jep definicioni çka është një seancë plenare, është mbledhje e kuvendit. Rregulloria vjetër e kuvendit, që është modifikuar tash vonë, rregulloria vjetër neni 51 rregullores vjetër, të cilit neni referohet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese 2014. Sa i përket aktgjykimit, kujton një gjë dhe titulli atij neni 51 nuk ka qenë seancë plenare, ka qenë mbledhje e kuvendit. Kuorumi dhe votimi dhe kuorumi. Flas rregulloren aktuale. Mbledhja e kuvendit, seanca plenare është baraz mbledhje e kuvendit. Jo, nuk është. Dhe në mbledhjet e kuvendit. Pse ekziston vjola seancë konstituive këtu? Po shikoni. Aktgjykimi 2014 është marrë pikërisht seancë konstituive. Ka shumë probleme te procedurat apo është e vullnetit, ka shumë probleme te procedurat apo është e vullnetit politik? Është interes me ushtruar dhe procedura, është kushtrim. Por demokracia nuk është vetëm procedurë. Absolutisht. Është për tej procedurë. Procedura diçka, fryma, synime diçka tjetër. Zoti Kroko ma mori fjalën e ngova tash. Këtu do të kemi kohë gjithë që vetëm dy fjali për pjesën e procedurës, më ndaj debatin politik mund ta zhvillojmë edhe me ndërhyrje. Vetëm për pjesën e procedurës mund na ngatru publikut. Nuk skenari i seancës dhe rendi i ditës caktohen nga ish kryetari me kryetarët e partive politike. Nuk mund të ndrohet ai skenar. Kryesuesi e ndroi sot. E para, e dyta, masi u ra votimi për votim në sheft, këta kryesuesi është dashur me hudh në votim kandidatin ose kandidatin e lëvizjes vendosje. Nuk e hudhi, është shkelje prap. Prap shkelje rregullores. Pse u mbledh zoti Kraku kuvendit sot me zgjedhje kryetar? Pse nuk ka qenë votim kryetari? Tash, për sa i përket qëllimit politik të vendosjes, votimi i fshehtë nuk mund përdoret në seancë konstituive. Jo. Ka mund të përdoret nëse ishte marrë vesh. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, që është marrë përkitazi me seancën konstituive, thotë objekti i asaj trajtese ka qenë seanca konstituive, jo seancë pune, është marrë pikërisht me atë. Për më tepër gjykata rikujton se votimi në kuvend mund të bëhet në mënyra të ndryshme, të fshehtë dhe të hapur. Është vërtet. Paragrafi 125, gjykata konsideron se mënyrat e ndryshme të votimit kanë për qëllim të sigurojnë shprehjen demokratike dhe të pavarur të vullnetit të deputetëve,